Mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhur në një tjetër vlog të në kanalin tim. Unë jam Bona dhe sot kemi një vlog të ri. Sot është ditë e diel edhe unë i kam lënë ushqimet për në fundjavë, si gjithmonë. Zakonisht i bëj të shtunave, por sot e bëra të diel, sepse dje nuk pata kohë, kështu që do ikim të marrim ushqimet e javës. Jashtë është leviti njerëz, mu desh gati gjysmëore që të pastroja makinën sepse ishte mbushur plot e përplot me borë. Dje u kënaqem shumë me fëmijët, dolëm për jashta, edhe më duhet edhe gjysmëore që të lija makinën që të ndize dhe të ngrohej sepse kishte ngrirë goxha, por ajo bora ishte, shqyr zotin, nuk ishte shumë e rëndë, si thua, ishte borë shumë e lehtë. Edhe dje kur luajt me fëmijën nuk mundën të bënim dot as topa bore, as papajgjysh bore sepse ishte me të vërtetë shumë si punë mielli do të thoja unë, nuk ngjishte fare. Gjithsesi, tani do t'i ikim edhe juve do t'ju marr me vete. Erdhëm te supermarketi, shpresoj që mos ketë shumë njerëz, sepse zakonisht këtu është plot e përplot, por me sa po shikoj nga parkimi, besoj se nuk ketë shumë. Inshallah. Ikim. Mbaruam punë me ushqimet. Tani jam këtu në makinë. Do pi kafen time, që e marrë që nga shtëpia edhe nuk e kam prekur me dorë sepse rrugës isha duke folur me mamin. Marrë edhe një nga këto chopstick, janë shumë të mirë, janë pak spicy, po janë shumë të mirë. Kështu që do marrë edhe babin në telefon dhe kështu do e kalojmë rrugën. Tani ikim në shtëpi dhe t'ju bëj një supermarket haul me gjërat që mora. Okej, shihem pak. Mbaruam punë me ushqimet. Tani jam këtu në makinë. Do pi kafen time, që e marrë që nga shtëpia edhe nuk e kam prekur me dorë sepse rrugës isha duke folur me mamin. Marrë edhe një nga këto chopstick, janë shumë të mirë, janë pak spicy, po janë shumë të mirë. Kështu që do marrë edhe babin në telefon dhe kështu do e kalojmë rrugën. Tani ikim në shtëpi dhe t'ju bëj një supermarket haul me gjërat që mora. Okej, shih, këto janë disa nga ushqimet që bleva. Mora cheese, këto cheezets për fëmijët, banane, këto waferat, limona, kafe. Kjo me cinnamon spice është shumë e mirë. Curry cheese, leshtrydhe, bagels, blueberry, piperka, mandarina, një juice, kjo është shumë i mirë, nuk është me added sugar. Mora një qumësht, pjeshka, kështu komposto, miell, një lëng pule, mjalt. Mora nga këto granola, kastraveca, bacon, cheese, hash brown, hurma, vezë, tomate. Mora këto mish që ta bëjmë për ditën e vitit të ri. Mora kofanka pule. Mora këto chicken nuggets për fëmijët, tomate, salcice për mëngjes, një sallat, mish për të përgjell edhe misra.
Kemi ndaluar këtu në gas station. Pas erdhe nga Trader Joe's, siç e thash, jo tregova ato gjërat që bleva, ju bëra një supermarket haul. Tani shkuam në Walmart, morëm ca gjëra që na duheshin esenciale, jo piceta, jo testenësh, edhe gjëra kështu domethënë. Edhe tani do të shkojmë tek Texas Roadhouse për të ngrënë drek, sepse nuk e di po e mbani mend që ju thash hello që thash shkuam tek ajo Railers game në Field Trip me shkollën. Edhe gjithë fëmijët që morën pjesë aty, domethënë që pan lojën, ju dhanë ka një kart që fëmijët të shkojnë aty dhe të marrin një free meal, domethënë. Kështu që kjo e ka datën e skadencës deri në datën 31 dhjetor domethënë të këtij viti, kështu që pse jo të mos e shfrytëzojmë dhe fëmijët të marrin një free meal, po dhe neve shkojmë dhe kalojmë pak kohë me njëri tjetrin. Shikoni, këtu janë gjërat e mira të shkollës që mua me të vërtetë më pëlqejnë shumë, sepse gjithmonë na japin gjëra kështu, domethënë qoftë për restorante, qoftë për çdo lloj gjë, thjesht është kaq convenient. Gjithsesi, tani do t'ikim, do i marr me vete, edhe nuk e di nëse do e bëj në një supermarket haul nga Walmarti, sepse nuk është e marrë në gjë kush e di, po që po. Tani do t'ikim dhe Mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhur në një tjetër video këtu në kanalin tim. Kjo është video e parë për vitin 2026. Sot është ditë e mërkurë, data 7 janar. Dhe ju uroj të gjithëve mirë se erdhët. Do thoni ju pse jam në shtëpi. Jam në shtëpi sepse sot është një kohë shumë e keqe. Përveç se ka rënë shi me borë gjatë natës, pastaj ka ngrirë, pak më bë përpara ja futi edhe bora. Është një ditë shumë e zymt në fakt, edhe prandaj për këtë arsye shkolla u anullua, kështu që nuk vajta në punë. Por që në fakt nuk isha ndërmend që të hapja vlogun sot, sepse si thash, sot është ditë pune, por që duke qenë se nuk jam në punë, thash pse jo. Edhe ky vlog do të jetë pak ndryshe nga ditët e tjera. Ky vlog do të jetë pak më ndryshe nga herët e tjera, sepse kam marrë shumë mesazhe nga vajzat në Instagram që kërkojnë në video se çfarë han fëmijët e mi në një ditë. Edhe unë nuk është se jam personi perfekt ose mama perfekte për të folur për këtë gjë, sepse si çdo mami e re, me fëmijën e saj të parë bën gabime në lidhje me ushqyerjen e fëmijës. Edhe ne mamat shqiptare sidomos kemi këtë idenë që nëse fëmia nuk e ha ushqimin që ti përgatit, ti i thua nuk të hajt ajo, hëse të bën mami diçka tjetër. Por që ky është gabimi më i madh edhe gabimi i parë që neve bëjmë, sepse fëmia në atë moment mund mos ndihet i uritur, edhe thotë që nuk e dua. Dhe në momentin që ti ofron një diçka tjetër edhe ai e ha, fëmia në trurin e tij krijon idenë që shiko se nëse unë nuk ha një ushqim të preferuar, mami do të më përgatisi diçka tjetër. Kështu që në këtë mënyrë i krijojmë idenë fëmijës që kjo gjë do të ndodhi gjithmonë, por nuk duhet të ndodhi. Sepse në këtë mënyrë ne krijojmë një fëmijë që është shumë përzgjedhësh në ushqim. E këtë gabim e kam bërë dhe unë me Alesion. Jo me Angelo, sepse Angelo përveç se është një fëmijë që ha shumë mirë, pati edhe fakti domethënë që iku në shkojnë në daycare që në moshën 1 vjeç, që ka ndihmuar shumë sidomos në ushqimin, sepse normalisht që zonjat e daycare-it nuk janë siç jemi ne mamat. Nëse ai nuk e ha një ushqim, thot okay, edhe do flej gjumë dhe do ngrihet, do haj pastaj snackun që ajo mund t'i ke përgatitur pasi ngri nga gjumi. Nëse nuk e ha mëngjesin, nuk është ajo ofron diçka tjetër, thjesht pret domethënë derisa të vijë orari i drekës, dhe normalisht që fëmia ndihet i uritur edhe do të haj. Gjithsesi, siç e thash, sot nuk është se kisha ndërmend që të hapja vlogun, kështu që në momentin që ju bëra gati fëmijëve mëngjesin, thjesht ja tregova domethënë si pjatë se çfarë kisha përgatitur, por që nuk është se fola shumë, kështu që tani do ja lë këtu atë videon që ju kam përgatitur për mëngjesin. Pak më vonë do t'ju përgatis edhe një snack që të shikoni domethënë se çfarë lloj snack të shëndetshëm ju i jap fëmijëve. Dhe sidomos për fëmijët që
thash janë përzjedhës në ushqim edhe që duhet që të marrin proteinat, vitaminat e duhura edhe çdo lloj gjëje tjetër. Kështu që këtë do të kemi në këtë vlog sot. Shpresoj shumë që t'ju ndihmoj të gjitha vajzave që më kanë pyetur. Edhe thash nuk jam personi perfekt për të folur për këtë gjë, por që ka mama aty jashtë që mbase duan ndihmë edhe ndoshta kjo video ju ndihmon sa të pak. Kështu, tani le të nisim me videon edhe do të qemi bashkë pak më vonë. Para se t'iki dhe të fillojmë vlogun tamam, do doja që t'ju uroja të gjithëve gëzuar vitin e ri 2026, qoftë një vit sa më i mbar, sa më shumë shëndet të keni edhe t'jeni pranë familjarëve tuaj të dashur. Tani do të përgatisim lazanjën. Do me thënë për drek sot kam menduar që për lazanja. Angelo e ka shumë qef, kurse Alesa nuk e ka fare qef. Në fakt nuk e ka provuar asnjëherë, edhe ky është problemi, domethënë që nuk ka dëshirë që të provojë gjëra të reja, sepse jam shumë e sigurt që nëse provon do të pëlqejë shumë gjëra. Por kjo është gjëja, domethënë, gjithsesi. Tani këtu kam marrë një pjatë në mënyrë që të hedh ricotën edhe ta përzej me erëza të ndryshme edhe me pak krip, kështu që le ta bëjmë bashkë. Është ricota që unë përdor, e marr në Trader Joe's, ka versionin e vogël që është kjo, ka dhe versionin pak më të madh që është diku këtu, domethënë. Edhe kjo ka shumë proteinë brenda, është shumë e mirë, është 100% organike dhe unë nuk është se do bëj në një masë shumë të madhe të lazanjës, kështu që mora këtë të vogël dhe nuk mora versionin e madh. Ersa do t'i hedhim pak Italian seasoning, pak rigon, edhe shumë pak krip. Tani të gjithë të përzijin kështu të më thëmë. Dhe pasi përgatita ricotën, të ta le aty në mënyrë që të filloj të përgatis mbushjen brenda, të më thëmë mishin. Unë mishin zakonisht i hedh erëzat në ndryshme, çfarë do lloj erëzash që kam aty, por më të rëndësishmet janë rigon, piper i zi, piper i kuq, pak Italian seasoning dhe në fund pastaj i hedh edhe marinara sas në mënyrë që të zijë mirë. Dhe kjo është mbushja. Another tandoori. Zakonisht përpara se fëmijët të hanë drekën, unë ju përgatis nga një snack, ndërkohë që ata shikojnë çka në televizor. Edhe sot duke qenë se nuk kam shumë fruta, kam menduar më shumë për frutat të thata, që janë fruta e thata nuk duhet që t'ja u hiqni asnjëherë fëmijëve, sepse janë shumë të mira, edhe i ndihmojnë domethënë si në shtimin në peshë, nëse keni fëmijë për shembull që kanë probleme me peshën. Këto janë shumë të mira si pistachio, kikirika, arra e të gjitha do me thënë gjëra. Sot unë në shtëpi kam këto, kështu që do ju jap pak nga këto në fillim. Pistachio edhe nga një banane. So këtë do të jetë snacku i fëmijëve, do me thënë mezvakti i fëmijëve, përpara se ta të hanë, përpara se të bëhet dreka gati dhe të hanë baktin e plot. Chicken is the best protein you can get. Chicken has the most protein out of its fish. And then it's this beef. Kjo është edhe darka e fëmijëve. Ju kam bërë sanduiç me peanut butter edhe me fluff, sepse peanut butter ka shumë proteinë dhe kjo gjë i duhet Alesias, po edhe Angelos. Buka është integrale me miell të zi. Kam marrë blueberry edhe moll. Shpresoj që të hanë edhe të kënaqen me darkën.